Ilber Ramadani po kalon një sezon të mrekullueshëm në aspektin personal, ndërsa është pjesë e Lecces në Seria A. Squawka ka raportuar një statistikë të veçantë që e vendos Ramadanin vetëm pas Luka Modric sa u përket topave të fituar. Ramadani ka fituar 156 herë posedimin e topit, ndërsa Modric plot 171 herë. Lista vijon mëtej me Matic, Kristanten, Vlasic, Adopo, Pongracic, Locatelli, De Cunha dhe Doda. Statistika në fjalë mbledh rastet kur lojtari ka rikuperuar topin nga kundërshtari, ka ndërprer një aksion, ka bërë presion të suksesshëm për të fituar topin, apo ka fituar drejt për drejt duele si në tokë dhe ajër. Kjo statistik vlen pikërisht për lojtarë si Ramadani, që janë mesfushor para mbrojtjes. Ndikimi i mesfushorit shqiptar për rikthimin e topit në favor të Lecces dhe prishja e lojës së kundërshtarit është e dukshme. Me kilometrat e përshkruara në 30 javë të Seria A, Ramadani është edhe maratonamaku i skuadrës. Si titullar i padiskutueshëm, ka luajtur në 29 javë. Interesant është fakti se në Poloni nuk mori as një minutë nga trajneri Silvinho.